Drejtuesit e mjeteve që përdorin rrugën e vjetër nga Klosi në Qafbuall vijojnë të jenë të shqetësuar për gjendjen e saj. Më problematike situata paraqitet në fshatin Klos Katun, ku janë rikthyer gropat e mëdha me rreshjet e para të shiut. Drejtuesit e mjeteve shprehen se kjo rrugë është lënë në mëshirë të fatit, edhe pse ajo vijon të jetë në përgjegjësi të autoritetit rrugor shqiptar dhe janë dhënë qindra milion lekë për mirëmbajtje. Prania e gropave dhe gungave në rrugë është shqetësimi më i madh i drejtuesve të automjeteve, të cilët thonë se po ju dëmtohen makinat dhe përgjegjësi nuk mban askush. Gjendja e rrugës e mbirueshme. As nuk vetë dërkush. Të ne ka lërë rrugë ditësore kjo, nuk pyet kush për ta më. E kanë vinë këtu sa për hedhi ka ja patë zhavor, edhe s'pitesit kush për ta. Gjithë rrugës ja, dërë pretje dhe dalë. Divijoj rrugën me bo një aksident, i zash rrugën tjetër këtu më kthesh. Në taksat nuk diskutohet e bu, pa barin po, se e pengo. Një grëp po, një gjëra po, dy lajnë. Po i kjo gjenë një rrugës, po e shef, grëpa, me shku më përplas me ty. Ndo nëse është bërë problem disa herë mediatik, investimet në këtë rrugë kanë qenë sipërfaqësore, vetëm me pastrimin e bimësisë anës saj.